Nëse hidhni llumin e kafes çdo ditë, po bëni një gabim të madh, sepse kjo gjë që duket pa vlerë mund t'ju kursejë para që sot. Shikojeni deri në fund, sepse këtë nuk ua thot askush. Shumica e njerëzve pasi e pinë kafe në mëngjesit rregullisht, e hedhin në ple edhe llumin e kafes më saktë e hedhin në mbeturina, por nuk duhet ta bëni me këtë. Në fakt, ka shumë gjëra që ju mund t'i bëni vetëm me llumin e kafes saqë mund t'ju lënë pa fjalë. Dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar përfitimet që do të merrni nga llumi i kafes sipas Bright Side. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo mund të përdoret si një eliminues i bakterieve ose parazitëve. Llumi i kafes mund të përdoret për të eliminuar parazitët ose bakteriet në çdo ambient të shtëpisë së suaj. Mjafton të spruconi pak lum kafe në zonat të caktuara të shtëpisë ku mendoni se ka parazit ose bakterie dhe ato do të largohen me lehtësi. Llumi i kafes mund të përdoret si një mjet për pastrim. Nëse enët ju janë bërë shumë të palara, llumi i kafes do ju zgjidhë problemin. Fërkojeni në enë në të cilët dëshironi ta pastroni, por kujdes që të mos e thithni ngjyrën. Gjithashtu nëse dëshironi që mobiljet e drurit të kenë shkëlqim, përzieni llumin me ujë, lyeni mobiljet dhe i lini të veprojë disa çaste, më pas e fshini atë me një leckë të pastër. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu edhe si maska të duhura për flokët. Fërkojeni llumin e kafes në flokun tuaj para se të lani flokun me shampo, e lini të qëndrojë ashtu për disa minuta dhe më pas i shplani flokët me ujë të rrjedhshëm. Ky përfitim që do t'jap llumi i kafes do t'ju ofrojë gjithashtu flokë të shëndetshëm dhe plot me shkëlqim. Llumi i kafes mund të përdoret si një eksofilues shumë i mirë kundër problemeve të celulitit dhe jo vetëm. Përzieni në një tas llumin e kafes së ngrohtë me një lugë gjelle vaj ulliri, ose edhe vaj bajamesh ose edhe vajin e arrave. Ndërkaq, zonat e lyera me këtë krem i mbështillni gjithashtu me një qese kuzhine dhe i lini ashtu për të paktën 10 minuta. Pasi ta keni hequr qesen, qetësoni me një dush të ngrohtë. Përsëriteni këtë proces të paktën 2 herë në javë për të marrë rezultatet e shumëpritura. Llumi i kafes mund të shërbejë gjithashtu edhe si një ushqim i mirë për bimët tuaja. Shumë bimë kanë nevojë për pleun e duhur kimik dhe për sasinë e duhur të ujit që të mos thahen dhe të mos dëmtohen nga dielli, ndërsa bimë të tjera kanë nevojë për gjëra të tjera. Për shembull, në kopshtin tuaj mund të keni shumë bimë të cilat kanë nevojë për më shumë acid. Të tilla bimë u bën shumë mirë llumi i kafes. Mjafton të derdhni llumin e kafes në rrënjën e bimës. Do të habiteni nga rezultatet e shumëpritura që do të keni më vonë. Kafeja është një nga pijat më të konsumuara në botë dhe sipas statistikave më të fundit, ajo renditet në një nga pijet më të pëlqyera nga njerëzit. Njerëzit zakonisht pasi e pinë kafen e hedhin gjithashtu edhe llumin e saj. Por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund do të mendoheni 2 herë përpara se ta hidhni llumin e kafes. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht, madje mund të ndihmojë edhe në shëndetin më të mirë të lëkurës suaj. Llumi i kafes mund të përdoret për të pleruar kopshtin. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkonin e tyre një vazo me lule e dinë që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme ushqyese për bimët. Për më tepër, bimët që ju keni mbjell i thithin të gjitha këto vlera duke e lënë pleun më të zbrazët. Llumi i kafes përmban disa prej mineraleve kryesore që nevojiten për rritjen e bimës, siç janë nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori, gjithashtu dhe magnezi. Gjithashtu llumi i kafes thith dhe metalet e dëmshme që mund të kontaminojnë plehun. Për më tepër, llumi i kafes tërheq edhe krimbat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk dini si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm ta spërkasni pleun në llumin e kafes. Ajo largon gjithashtu edhe problemin e insekteve. Disa përbërës që gjenden te llumi i kafes si kafeina janë gjithashtu shumë toksike për insektet. Për këtë arsye, ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme, siç janë për shembull mushkonjat dhe mizat. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare.
Nëse doni të mbani larg kërmit të ngabimet, sugjerohet të spërkasni rreth kërcelit të tyre llumin e kafes, edhe ato do ta kenë më të vështirë të ngjiten në përdek. Gjithashtu llumi i kafes mund të përdoret për të neutralizuar aromat e këqija. Ai arrin të neutralizojë aroma të ndryshme duke ju mundësuar që ju të mos mpihen shqesat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogenit, i cili do të eliminojë aromat e forta të këqija. Ju mund të vendosni një lugë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar atë nga aromat jo të këndshme të ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë dhe ta vendosni në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku keni rrobat ose edhe në makinë. Madje mund edhe të lani duart me të, për të larguar kështu erën e qepës ose të hudhrës ose të gatimit të peshkut, për të patur duart tuaja gjithashtu edhe një erë më të këndshme. Llumi i kafes mund të përdoret në forma dhe mënyra të ndryshme. Ai mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrim. Llumi i kafes, duke qenë i ashpër, ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme. Përveç kësaj, ai pastron dhe dezinfekton edhe falë vlerave antibakteriale që ai përmban me shumicë. Sugjerohet të përdorni llumin e kafes për të pastruar lavamanin, për të pastruar sobën, gjithashtu edhe për të mbajtur më mirë enët e gatimit, por sigurohuni më pas që t'i shplani ato me ujë të bollshëm në mënyrë që të largoni edhe mbetjet e llumit të kafes. Llumi i kafes është një zgjidhje shumë e mirë që mund të përdoret edhe nga ata që duan të trajtojnë edhe rrafët e errët poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë kur shfaqen edhe shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrullave dhe rrafëve të zinj poshtë syve, përfshirë këtu qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është e pasur me kafeinë dhe elemente antioksidantëve. Ato mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e inflamacionit, gjithashtu edhe të enjtjes. Përmes antioksidantëve luftoni radikalet e lira dhe parandaloni gjithashtu edhe krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë edhe pak vaj ulliri në llumin e kafes derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Aplikoni atë në zonën poshtë syve dhe e lini për të paktën 10 minuta. Përpara se ta shplani, e pastroni llumin e kafes me një pecet dhe kështu bëni një larje si zakonisht. Kështu, duke aplikuar her pas here, do të merrni rezultate të duhura edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Llumi i kafes është një zgjidhje shumë e mirë edhe në përdorime të qartësishme, gjithashtu ai mund t'japë një ndihmë të madhe edhe në kopshtin tuaj. Nëse enët juaja janë bërë shumë të palara, llumi i kafes do të zgjidhë problemin. Fërkoheni në enë të cilët dëshironi të pastroni, por kujdes që të mos thithin shumë ngjyrë, mos i mbani shumë. Gjithashtu, nëse dëshironi që mobiljet e drurit të kenë një shkëlqim më të mirë, atëherë mund të përdorni llumin e kafes. Fërkoheni atë në sipërfaqen e mobiljeve tuaja dhe e lini të qëndrojë ashtu për disa minuta dhe më pas e fshini me një leckë të pastër. Llumi i kafes është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të flokut dhe do t'japë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Mund të fërkoni llumin e kafes përpara se t'i lani flokët me shampo. T'i mbani me llumin e kafes për disa minuta dhe më pas të lajeni si zakonisht. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të pasur flokë të shëndetshëm, gjithashtu edhe për të larguar papastërtitë e tyre. Llumi i kafes mund të përdoret për të larguar celulitin dhe jo vetëm. Përzjeni një tas me llumin e kafes së ngrohtë në ujë me vaj ulliri ose vaj bajamesh ose gjithashtu edhe me arra. Ndërkaq zonat e lyera me këtë krem do të mbështillen me një qese kuzhine dhe të mbahen ashtu për disa minuta. Pasi të keni hequr qesen, qetësohuni me një dush të ngrohtë. Përsëriteni këtë rast sipas nevojës dhe gjithashtu, rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe në ushqyerjen tuaj. Nëse doni t'i mbani bimët më të shëndetshme, atëherë mund të përdorni llumin e kafes. E përzjeni bashkë me pleun e tyre dhe kështu do të pasuroni atë me lëndë ushqyese të cilat do të ndihmojnë edhe në rritjen më të shëndetshme të bimëve. Përdorimet të tilla të llumit të kafes do t'i ofrojnë edhe një ndryshim rrënjësor në shëndetin tuaj. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.